për komentimin rreth ngjarjeve më të fundit të artistëve shqiptar. Do ta nisim këtë komentim me suksese të jashtëzakonshme të Xhenetës. Xheneta Fetau, që pas përfundimit të Big Brother VIP Kosovës, mori një jehon të jashtëzakonshme në Big Brother VIP Albania, do me thënë jo me prezencën e saj, por me komentimin që bënte jashtë shtëpisë për këtë format, ku protagonist në atë format ishte Gjesti. Të gjithë ishim sy e vesh të kuptonim se çfarë do të thotë Xheneta, çfarë raporti do të ndërton, dhe filloi që të merr pjesë edhe në emisione, siç është tepër i njohur Trotuari. Por Xheneta Fetau nuk ndaloi me kaq. Ajo filloi që të bëhet protagoniste edhe në klipe, apo e njohur në sferën e muzikës si figurante. Me këngën Haram, një këngë që erdhi nga Adri dhe Iliriana, dy